Sekreti i madhështisë së xhenetit. Tregohet se në kohën e profetit a.s. një baba, sa herë vinte në xhami e merrte djalin e vogël me vetë. Profeti mbante ndonjë ligjërat, fëmia loste me babain dhe u dukte shumë që babai nuk e ndante dot fëmin nga dashuria që kishte për të. Dhe pejgamberi a.s. një ditë e thretë dhe i thot, shumë e don fëmin. Tha, ja Resulullah, tha u i dërguar i Zotit, sikur Allahu të doj ty sa e dua unë fëmin, janë rregull. Një egzagerim. Sikur Allahu, tha i dërguar i Zotit, të doj ty sa e dua unë fëmin, ti do t'jesh në rregull. Dhe pejgamberi selam buzëqeshi. Mbas disa ditësh, mbas i farë kohë, nuk e pa këtë person më në xhami. Dhe i pyeti shokët e vet. Tha, filani që vinte me djalin e vogël ku është? Tha, i dërguar i Zotit, po ati i vdiq djali. Dhe ai nuk po del nga shtëpia dhe vetëm po qan. Pejgamberi a.s. ka qenë shumë i dhimbshëm. I merr shokët e vet dhe i shkon për vizitë. Kur çfarë dëgjej, ai ishte dobësu pak, edhe vetëm lotët i rridhnin. Tha, si është gjendja jote? Tha, i dërguar i Zotit, siç më shikon. Jam shumë i prekur e doja shumë atë fëmijë. Pejgamberi a.s. i thot, do të jetonte disa kohë fëmia dhe do urriste. Do të jetonit ju me njëri tjetrin për një farë kohë, pastaj do vinte vdekja dhe do u ndërpriste. A je i kënaqur që me këtë sprovë që të ndodhi që vdiq fëmia jote i vogël, në ditën e gjykimit, çdo portë xhenetit që ti do të kalosh do ta hapi fëmia jote i vogël. Do të jesh tha me të në xhenetin e përjetshëm. U mendu, i ndalun lotët dhe tha, po i dërguar i Zotit, jam i kënaqur që të jem me fëmin tim në përjetësi dhe nuk hidhrohem më që u ndava atë me të në botën e përkohshme që është kjo botë. Prandaj vdekja mund të na ndaj, po nëse doni madhi Zot jemi bashkë në xhenet, kjo është fitoria më e madhe dhe Kurani e quajnë fitoria madhështore. Pra, shumë njerëz duke mos e ditë të transmetim, që nëse fëmia të ndron një jetë dhe ti bashkë me të do shkosh në xhenet, si tha pejgamberi, çdo portë nga 8 portat e xhenetit, dyert e mëdha të xhenetit, në cilën do që ti do kalosh ta prej tyre, fëmia do ta hapi atë portë të xhenetit. Por Zoti që ta dha fëmin, është ai i cili nëse ta merr nuk ta ka marrë se të ka inat, nuk ta ka marrë se don dënoj. Vetë pejgamberit i vdiqën shumë fëmijë, por ato janë sebeb që i shtohen gradat pejgamberit a.s. në xhenet. Dhe nëse të ndodhi sprov, qoftë në familje, qoftë te fëmia, qoftë në veten tënde, qoftë një smundje, qoftë tek të afërmit, i madhi Zot do ta kompensojë atë. Siç i tha pejgamberi babait, a nuk je i kënaqur që bashkë me fëmijën ai do t'i hapi portat e xhenetit dhe ju të jeni bashkë brenda. Ne e kemi harruar përjetësinë dhe na dhëm shumë ajo që është e përkohshme. Kurse pejgamberi a.s. që e kishte pa xhenetin dhe xhenemin me sy, është ai i cili na mësoi neve gjërat e para Kurani dhe pejgamberi që të jemi durueshëm. Çdo sprov që na vjen, i madhi Zot kur mos e harro, mos mendo keq për Zotin, do të na e kompensoj, do të na e shtoj dhe do të na i bëj gjëra të përjetshme në xhenetet e begata. Një musliman dhe i muslimane e mirë asnjëherë nuk e heq nga vëmendja kuptimin dhe mirësinë e xhenetit të përjetshëm. Lut Zotin e Madhërisëm, na bëj nga banorët e xhenetit, na ruaj nga zjarri i xhenemit. Na bëj që të bëjmë vepra të mira që na afrojnë me xhenetin dhe të jemi të ruajtur nga veprat e këqija, të cilat Zot na ruaj na afrojnë me xhenemin. Zoti na bëft nga besimtarët e devotshëm. Amin.